Veç edhe fizikisht e kemi marrë një iniciativë që të kundërshtojmë punimet që ende ka bërë për enten special këtë lokacionin e ri. Qëllimi kryesor i këtij kundërshtimi është që na si fshat Zborë që ky lokacioni i këtij projekti është shumë afër neve, na nuk kemi asnjë informacion sa i përket këtij projekti. As nuk e dim se sa është siguria e këtij projekti, as nuk e dim se sa është hapësina e këtij projekti. Gjë që kemi kërku për komunës peticionin e parë që kemi dërzu, sa dje mba 139 ditë, edhe asë një takim nuk kemi pas për komunës në formë që më na ofru një informacion. Na veç informacion këna dasht. Se realisht pëndimit të turprum, që ka ato kundërshtuse, mundet me ka një projekt shumë i mirë dhe shumë i dobishëm, sidomos për pjesën që është u destinu. Mungesa informacioneve po na shkakton shumë panik, pasi që jem të rrezikum për një lloj pacientave që është u dediku ky projekt. Që kjo pra është qëllimi kryesor i unë i protestës, se kemi zero informacion si banorët fshatit Zborë sa i përket këtij lokacioni. Një punë që niset prap edhe fundin e ka me pas prap, ose nuk ka me shku rrethanat mirë. Pasi që fillimisht kur kena kontaktu me kryetarin disa takime që kena pas sidomos në kohë të fushatës nëpër disa vende, është fol për një lokacion që është shumë larg këtij lokacioni. Gjë që nuk e kishim pas si problem. Pasi që gjithë jemi dakordum që do të me pas një lokacion tjetër. Kështu që kanë fillu domethënë çdo herë duke u na ndryshu lokacionet, çdo herë duke na u thon fjalë të ndryshme, a realisht është lokacioni shumë afër shtëpive tona, atëherë që kjo është problemi që asat nuk di se çish do të reagojmë me prezencën e kryeministrit. Gjë që me një farforme jemi të kushzuar ndoshta me bë diçka që ndoshta nuk na ka hije, shkak i mungesës të informacionit ose shkak i mos përfilljes nga institucionet e komunës, pavarësisht për respektin edhe nderin që e kena për ta.